Atëherë dashur, u rikthyem studio për të vijuar tutje biseden me mysafirit e sotshëm, të cilët I kemi nga klubi karates Forca. Bëhet fjalë për trajnerin Muharrem Imeri dhe po ashtu për asistenten e tij, që po ashtu një herë të ka vajzë dhe sportisten e cila ka fituar tashmë shumë medalje, Jelda Imerin. Dhe meqense jemi afër dhe festave të fundvitit dhe po ashtu të fundit të vitit, do bisedojmë mbi rezultatet, sukseset e një nga klubeve më të suksesshme të karates në vend. Përshëndetje, shumë kënaqësi që ju kam sot në studio. Përshëndetje mirë studio. Faleminderit për ftesën. Atëherë do filloj pak fillimisht me trajnerin. Muharrem, fundi vitit zakonisht është periudhë reflektimi, apo jo, besoj për çdo sportist, për çdo klub, për çdo organizat, për çdo veprimtari. Si e përjetoj, si le të themi ishte ky vit në përgjithësi në total për klubin e karates Forca? Faleminderit për ftesën. Klubi karates Forca gjatë vitet është shumë I njohur në rajon. Këtë vit, me të vërtet, ka qenë një vit shumë dinamik, me shumë aktivitete, po fatë Zotit që me të vërtet kemi mbyllë me shumë suksese në për garat shtetërore, gara ndërkombëtare dhe mbarkombëtare, që me të vërtet 2025 ka qenë një vit I suksesit në klubin karates Forca. Çdo sportist në klubin ton ka korë suksese dhe ka dalë një kampion në garat të ndryshme dhe besoj që jam I lumtur që këtë vit e mbyllu me sukses. Besoj që në 2026 do na uron fatit që të kemi edhe suksese edhe ndërkombëtare. E cilësojmë ndoshta si një nga vitet më të suksesshme deri tash? Besoj që kemi pas edhe përpara suksese shumë, se kemi shumë edhe medale ballkanike. Çdo vit nuk kemi pas shumë suksese, po këtë vit besoj që me ato sportistat që kum pas shpresa dhe kum pas ide për ato, ja kum arrit qëllimin dhe ka qenë një vit që mu më kam përmbush me ato nxënësat që I kam dhe para disa viteve, para 2-3 viteve ato kanë qenë një gjenerat e re dhe ëndra ime ishte që t'i shona për medalist dhe besoj që këtë vit me ato sportiste mi e arrita qëllimin dhe tash vitin e ardhshëm duhet që me ato sportiste që kanë mri atë nivelin e medalje, besoj që të arrim dhe sukseset ndërkombëtare. Përmendë gara kombëtare, mbarkombëtare, ndërkombëtare, po ashtu më thënë disa lloj titujsh morëm si vjet apo jo. Mund t'i tregojmë pak më në detaje se për çfarë bëhet fjalë më saktësisht? Po besoj në nivel shtetëror kemi bën shumë suksese ku ato sportistat që fituan medale vetëm hinën në reprezentacionin e Maqedonisë dhe morën pjesë në kampionatin ballkanik. Përndryshe ka pas edhe shumë turne të fuqishme ndërkombëtare ku ka qenë Solidaros Open, Olympic Open, Grand Prix Macedonia, ka pas Golden Cup, Tetovo Open, gjithë këto aktivitete ndërkombëtare ku kanë numëruar mbi 600 sportistë, ku kanë numëruar mbi 10 shtete, ku kemi arritur që të kemi suksese me këto sportista, ku kanë dalë kampion të aktivitetet të ndryshme dhe besoj që edhe ato janë përmbush me ato suksese. Si përfundim të aktivitetit patëm edhe kampionatin bashkëkombëtar për ditën e flamurit që u mbajt në Prishtinë, ku ai aktivitet I mblodhi gjithë shqiptarët e botës, Shqipëri, Kosovë, diasporë, Mallëzi, Maqedonia e Veriut, ku me të vërtet ne u plasum në kampion në aktivitet dhe besoj që shumë sportistë u solisën me vendet e para dhe ai aktivitet na përmbushi shumë, edhe festat edhe medalet e arta që fitum, ku morën pjesë mbi 63 ekipe në vendet e ndryshme, ku me të vërtet arritëm mbi 16 medale, më shumë të arit dhe besoj që këtë vit e përmbushëm me atë ditën e flamurit dhe 2 gëzime edhe aktivitet edhe shumë sukses që arritëm. Besoj që edhe nxënësit edhe unë si trajner jam I kënaqur për aktivitetin dhe për mundin që kanë dhënë ato, unë si trajner ato si sportist, bashkërisht që dham një forcë dhe treguam edhe punën që kemi bë, arritëm që të korrim edhe sukses. E tash dua të dal pak tek Jelda, përgjithësi e dyfisht sportiste, po njëjtën kohë edhe asistente apo jo trajnerit. Si ishte ky vit për ty duke qenë po ashtu edhe puna bashkërisht me babin? Po besoj pak do ndërhyj pak se Jelda është ende në karrierën e sportiste, po tash besoj që e kemi rënduar pak më shumë. E kam angazhuar si asistenten time që grup mosha të reja që ti stërvit, se unë du të mire me ato mosha. Pse e angazhove? Ja jep këtë përgjithësi kaq.
ndoshta është herët pak, s'kom desh të angazhoj, por unë me vërtet jam angazhu me atë ekipën e parë që morin pjesë në përgara, kurse në klubin ton ka regjistrime shumë, është interesimi shumë i madh kur kur vjen me vërtet bën disa grupe. Dhe fillet start ka nevojë për ushtrimet e veta, për startin e karates, kurse ka edhe në grupe të ndryshme, kurse ka edhe grupe që morin pjesë në për aktivitete. Nëse nuk i një ndins, me të vërtet që duhet bëhet disa grupe, kurse me terminet nuk jemi shumë clear, kështu që patjetër e pata që ta angazhoj, që të miret me ato trit, kurse unë të apat fuqinë dhe kontributin më shumë të ato tritun, kurse ju uroj edhe ato tri sa më shpejt të inkuadrohen në ekipën e parë. Më thënë, Jeldën e kemi me fillestarët momentalisht, apo jo? Mirat. Pikës e pari faleminderit për ftesën. Po, si që Ceki dhe baba im, gjithashtu dhe trener që e kam, po, është e vërtet unë mire me grupë moshat e para, dhe të them të drejtën, unë e kam edhe si dëshirë këtë e bëj me shumë dëshirë dhe i kushtoj shumë vëmendje, nga që edhe unë, si që kam qenë e vogël, thoj që kisha dëshirën që të bëhesha trenere e madhe, që të bëhem sportiste e madhe, edhe pse akoma jam dhe akoma po e vazhdoj karrierën time, po përsëri kam dëshirë që të bëhem një trenere me një provoj aq të madhe si që ka babai im, dhe kjo është më shumë se që dua ta bëj këtë. Kjo është shumë që e kam dashur këtë që e vogël, e kam pas dëshirë dhe e ke arrit edhe në mosh goxha të reja, apo jo? Po. E ke marrë si vjetë detyrën si asistentet trajnerit? Jo, kjo ka qenë që në vitin e kaluar, atëherë ka qenë në fillime dhe ka qenë në fillimi vitit kur kam filluar të kuptoj më shumë për trenere dhe profesionin e tij. E tani më thuaj pak, si dallon Jelda si sportiste me Jeldën si asistent trajneri? Kjo është një pyetje shumë e vend, nga që të jesh një sportiste, kam filluar si një sportiste, dhe i di të gjitha emocionet dhe punët dhe si është që të ndjesh si një sportiste, të jesh një sportiste, emocionet që i merr para se të dalësh, dhe të bëhesh tani një trajnere është një gjë e lehtë, nga që unë është ta kuptosh se si është të jesh në vendin atij, pikë së pari, dhe pika e dytë është se është më vështirë të jesh një trajnere, nga që përkushton shumë vëmendje dhe duhesh të japësh sukses atij nxënësit që i përkushton vëmendje. Marem, ndikon thua sadopak kjo eksperjenca e Jeldës vetë si sportiste, po ndosha edhe mosha, pak mosh më e re tek afrimiteti me fëmijët që trajnon? Pikë së pari, dishta të introvej një ngjarje ku ekipën e të vegjëve që ka stërvit, ishim garat ndërkombëtare në Ulqin Open, ku disa sportistë që do vëza të vogla që ka stërvit, ato arritën që të korin sukses dhe dalën vendet e para, dhe shikova fytyrën e kësaj në ato momente ku me të vërtetë buzëqesh me lot, dhe shikova se tjetër emocion ka. Kur ka fitu vendet e parë, ka dole kampione Maqedonisë, ka qenë nën kampione, dhe tjetër lumturi ka pas, tjetër buzëqeshi ka pas në fytyrë, dhe tjetër e ka kur sportistët e vetë, gjenerate e re, kur fitojnë, me të vërtet u gëzu shumë, dhe e pas se ka dy botat ndryshme. Kur fitojnë, unë gjatë karrierës time, kum korë dhe suksese, por kum pas atë suksese vetvetes, jam gëzu me vetvetën. Po besoni që sukseset e sportistëve të mi, kur dalin kampion ose arritin suksesin kulme, sukseseve, a emocion nuk përshkruhet. Atëra dhe dero në lot gëzimi, se me të vërtetë është një mund shumë i madh, nuk është lehtë që të arrish, ta bësh një sportist nga zero që të arrin botë kampion i Maqedonisë, kampion barkombëtar. Flitet për orë të tëra, stërvitje, mundi, lodhja, apo? Gjithçka, nuk është vetëm stërvitja, shumë ka. Për me arritë sot një sukses duhet shumë punë, shumë angazhim, shumë djers, shumë mund që të arrish, se gjithë kush ushtron, bota ushtron shumë. Edhe në këto kushte që e kemi
Edhe në këtë situatë që jemi, me të vërtet punojmë edhe zemër, jap maksimumin që të jetë dhe me një afas shumë të shkurt. Kam sportistat që mrena 2 vite kanë arrit mbi 80 medale, nga ato 50 e para dhe nuk është lehtë. Është një kënaqësi shumë e veçantë dhe tash e shoh që edhe ke përjeton atë. Ndoshta është në moshë e re, nuk më ndoshta angazhoj, por situata e ban vetën, nga pak do të angazhoj shumë se besoj që duhet Jelda të vazhdon që e pretë kategoritë U21 dhe seniore, se pa nxënësët e mi dhe fëmijët e mi du t'i shoh një ditë që t'jenë në të kategorinë e seniorëve. Nuk duhet ndërpresën para koha, se atje është karatea. Edhe besoj që të ardhmen nga pak do e angazhojmë, do të ketë pak më shumë mundim, do të ketë ndaj nga koha, nga jeta të saj më shumë angazhime, por besoj që ja vlen se një ditë besoj që unë vetë që nga pak të largohem edhe vitet edhe atje dhe kjo punë do jetë kësaj. Se shoh që e ka me pasion, me dëshirë, besoj që në të ardhmen edhe fëmijët e mi, po edhe nxënësët e mi dua që të vazhdojnë me këtë sport, që një ditë të shoh edhe trajnerët të suksesshëm, pse jo edhe të jenë edhe ndër klubet e mira. Çfarë grup mosha trajnon për momentin, apo asiston? Tani, kur fillon sporti karates, mosha më e duhur është prej në moshën 7, e më lartë, por zakonisht kam edhe nxënës edhe më të vegjël, si për shembull 5-6, por të gjithë i ushtroj dhe në mënyrën e duhur. Domethënë nuk e, për shembull, nuk i përkushtoj më shumë vëmendje njërit, të gjithë i shikojnë në një të mënyrë. Po si sportiste, si ishte ky vit për Jeldën? Ka qenë një vit i bukur dhe i mirë, mora pjesë në kampionatin Maqedonisë, ku aty u medalova me medaljen e dytë në lufta, kumite. Ka mujtur të marrë dhe vendin e parë, por disi kishte pak padrejtësira, por përsëri kjo është një mësim për mua për herën tjetër. Uroj që vitin tjetër të bëj edhe më mirë se çka më bërë tani. Do vazhdoj me tentimet apo jo gjithsesi? Po. Sa medalje numërojmë gjithsejt, mendojnë gjithë karrierën tënde? Ka për mi 150, ka për mbi. Krenari apo jo? Është krenari se jo vetëm Jelda, po kam edhe 3 fëmijë që shërbiten me karate. Kam edhe Fadili, djali po është 14 vjeç, është kadet dhe është kampion dhe nën kampion, edhe ai ka sukses shumë, po ashtu edhe Melda e vogël, ajo është 10 vjeç dhe është kampione, ku tu tret me të vërtetë numërojmë mbi 250 medale. Kjo është një jetë në veti, që me të vërtetë prej kur ka lindë, unë i kum udhëzuar në sport. Besoj që gjithë ato sportistët e mi kanë suksese. Çdo kush numëron një sasi të medaleve në përgara ndërkombëtare atje, por qëllimi i sportistëve është që mos dorëzohen, që të jenë kam ngulsën se kohën e fundit shembull kushtet financiare, jeta e bën vetën, kur arrin 14-15 vjeçara, ato me të vërtetë do stagnojnë, do jeta ndoshta edhe mosha pak? Edhe mosha, por në bashkëpunim me prindërit edhe me ai trekon, si thamë në prind, trajnerët sportist, duhet ja dalim se gjithat mund të kanë dhënë prind për me udhëzuar sport, edhe ta lash në vitet 15-16 është mëkat. Duhet të arrish kulmin, pastaj edhe vitet e bëjnë vete, por nuk duhet dorëzohen edhe sportistët në këtë moshë. Sa është pak moshë pak e rrezikshme në ato vite. Por besoj që me një bashkëpunim me të prindë, një bashkëpunim të ngushtë, me ato duhet të kajlojmë këta që ato të mbeten në sport. Po klubi sa medalje numëron gjithsejt me këto që morëm si vjetë, sepse ishte një nga vitet më suksesshme? Një vitet që nuk mund të përshkoj me të vërtet. Ky klub është formuar në vitin 2002. Vetëm ditë që numëron mbi 20 medalje ballkanike. Kemi suksese shumë në çdo aktivitet. Vetëm këtë aktivitet 2026, ku kanë qenë disa aktivitete ndërkombëtare me të vërtet shumë të fuqishme, ku kemi dhënë plasman vendin e parë. Ato mund të cekë si vjet sa morëm? Si vjet kemi marrë mbi 180 medale, ku ato mbi 80 janë vendet e para.
ku Teto Open ishte një turnir shumë i fuqishëm, ku ndolëm kampion në plasman, ishte edhe Golden Cup që organizoi profesor Besnik Morati, ishte një aktivitet shumë i fuqishëm dhe atje dolëm plasman vendin e parë. Kemi dhënë plasman vendin e parë në Solidarnosc Open, Funakoshi Open, në shumë aktivitete ndryshme kemi dalë vendet e para, ku me të vërtet kemi bërë sukses të madh. Ne nuk ndalemi, besoj që neve në takon dhe këtive sportistëmi ju duhet edhe medalët ballkanike dhe më lartë. Besoj që në të ardhmen do të ushtrojmë edhe më shumë edhe që mos ta ndalemi këtë dinamikë suksese. Mbetet apo jo karateja një nga sportet më suksesshme në vendin tonë, do thoje? Besoj që sportet individuale që kemi, jo vetëm karate, por edhe boks edhe mundje dhe gjithçka me të vërtetë kemi suksese shumë. Besoj që në sportet individuale me të vërtetë gjithë kanë suksese, besoj që ato që stërvitën dhe kanë dëshirë arrin suksese. Unë i shoh edhe në tjera sporte që me të vërtetë kanë suksese dhe jam i lumtur dhe besoj që rinja e unë duhet mirët veç me arsim, me shkollë dhe me sport. Për ndryshe tjetër nuk ka. Për me rujt këtë ardhmëri duhet vetëm shkollimi edhe arsimi edhe sporti. Me këto i kemi shpëtuar edhe fëmijët, edhe vetveten edhe gjë. Këto na sjellin veç të mira. Uroj. Dua të di pak për Jeldën, po i afrohemi këtij fund viti 2025 apo na ikën gjithsesi viti i jashtëm, do nisë shpejti besoj planet i det, lodhja dhe stërvitjet dhe gjithçka vetë se ka nisur apo jo për vitin e jashtëm. Çfarë kemi në plan apo synim për vitin e jashtëm si sportiste fillimisht dhe më pas si asistent trajnereje? Sa për vete, si sportiste kam në mendje që të bëjmë më shumë paraqitjen për gara të ardhshme. Kam për dëshirë që vitin tjetër të fitoj vendin e parë në katat e lufta. Në kategorinë time, gjithashtu dhe që të marr pjesë në Evropë dhe Ballkan. Dhe të korë më shumë sukses se që konkuror këtë vit. Dhe si asistentja e trajnerit kam për plan që të marrë më shumë grup mosha dhe të marrë më shumë sportist dhe ti dërgoj për më shumë medalje që të fitojmë. Unë do të pres në studio kur ti fitosh këto medalje që thua vendin e parë, që nuk e morëm si vjet, po besoj vitin e jashtëm do e kemi. Që të kemi fat ne në janar, vetëm do kemi kalendarin ku do të marrim pjesë, besoj që 2026 do të jetë prapë, inshallah do të jetë vetë vit i joni dhe besoj që me ato kurmoshat që i kemi, ato më të ri kadet dhe junior, besoj që dua të arrim një sukses dhe jashtë vendit, besoj që kemi shëndet dhe sportistat të ndjen mirë dhe të vazhdojmë me këto suksese që kemi pasur. Kemi ndonjë plan, kemi tashmë mendoj plan më konkret se ku do marrim pjesë në 2026 dhe po ashtu cilat grup mosha ku do i dërgoni? Për grup moshat më të reja kemi plan ato deri në 13 vite, kanë kulmi suksesit ative është në kampionatin ballkanik, nuk di edhe ende ku do marrë, pastaj grup moshat e kadet dhe më lart, si ato junior dhe U21, ato ditë, ato kanë edhe kampionatin ballkanike, ato i pret edhe kampionati evropian dhe botror, kuptohet nëse dalin kampion shtetëror. Besoj që planët do të kemi çdo aktivitet të fuqishëm, do të kemi vullnet dhe dëshirë që të marrim pjesë, sikur këtë aktivitet. Besoj që do të vazhdojmë këtë ritëm dhe uroj që na njeh fati si 2025 dhe më mirë. Se dua të di se po i afrohemi edhe fundit të bisedës, po gjithsesi Jelda përmendi që në mendje dhe qëllim ka të bëhet dikur trajner. Domethënë ky është do cilësoja si kulmi ndoshta i karrierës tënde dikur, është ky synimi yt? Po, kom pasur dëshirë që e vogël që të bëhem një kampione e madhe dhe të shëtis botën në rreth e përçark. Gjithashtu kam dëshirë që të bëhem një trajnere e suksesshme, po ashtu aq sa babi im. Dhe dëshirat sipas më të ardhmes kam dëshirë që të bëhem dhe profesoreshe e edukatës fizike. Patjetër që do i ndihmosh në rrugtimin drejt të së qenurit një trajnere, po sa është i mundimshëm, i lodhshëm dhe i shpërblyeshëm si qëllim? Besoj që është kënaqësi jo vetëm fëmijët e mi, Jelda, Fadile dhe Melda, po gjithë sportistat e mi,
unë nuk bëj dallime në ekip, e din gjithë ato, besoj që është shumë, ato më mbajnë gjallë mu. Kur i shoh që kanë aktivitet dhe kanë dëshirë dhe kanë vullnet për stërvitje, unë do t'jem shtyllë ative deri momentin e fundit, deri frymën e fundit. Por edhe për Jelden e Fadilin, dua të shoh në sport, se unë kom pas dëshirë, besoj që tash këto e kanë më lehtë se unë ndoshta s'kom pas kohën time për kraje, kurse këto tash kanë për kraje, kanë kushtet më të mira, dhe për atë që unë kom pas kushte më të dobta dhe ndoshta edhe hiç në karrierën time, mundohet që edhe sportistët e mi të më kenë mu si prindin e dytë atje sa më afër. Tash në gjithë varet nga sportistat sa janë të angazhuar dhe sa kanë dëshirë. Nëse ato kanë dëshirë dhe vullnet, unë jam 7-24 afarative, jo vetëm në palestra, po tërë ditën i bakushtoj ative, vetëm ato që t'jenë rrugën e drejtë, të kanë sukses dhe t'jenë të shëndetshëm. Më thonë kushte kemi, po duhet të dim të shfrytësojmë. Kushtet tash janë më të lehta për me stërvit. Në kohën tonë dhe pak më lart, ato me vërtet s'kan pas edhe kushte, s'kan pas. Tash kushtet janë më të lira, më të mira dhe vetëm tash na mungon disiplina, të kesh vullnet dhe dëshirë. Kushtet tash gjithçka janë pak më lehtë. Kuptohet, kemi palestrat, kemi ato, kemi kushtet, gjithçka kur ne nuk i kemi pas ato. Tash këto vetëm duhet të kenë disiplinë, vullnet dhe suksese, besoj që nuk do të mungojnë, se me të vërtet ka talenta të ri, ka që janë sportiv, dojnë të korrin sukses. Besoj që dua t'i përshëndes dhe prindërit që me të vërtet sot edhe ato e kanë kuptuar se sot nëse don të shpëtosh fëmijën nga rruga, nga rrjetet sociale, është vetëm sporti. Kur angazhon sport dhe edhe shoh që edhe disponimin e prindve janë të kënaqur shumë kur fëmijët kanë sukses. Besoj që as unë vetë nuk mundem pa ato, po me një bashkëpunim me prindërit, fëmija me të vërtet arrin edhe sukses, po pa bashkëpunim timin ose të atyre nuk mund të arrim sukses, se kur vjen koha, unë me prind fëmijës nuk mund t'i bëha. Duhet patjetër prindi ta mbështet, ta finanson, ta shtyn të ecë përpara, kurse anën tjetër si trajner unë do të jem çdo afër atij, kam qenë dhe do jem. Edhe besoj që me të vërtet këtë grup mosha që e kam këtë ekip që e kam me të vërtet janë gjithë talentat, se nëse filloj ti përmeni me emra do të harroj nga nuk do të shprehjem, po me të vërtet ja vlen që këtë ekip, besoj që kjo do të jetë gjenerat e fundit të ime që do mirem me to, pastaj do shohim se si do rrjedhin punë, por me të vërtet sukseset nuk mungojnë. Unë bisedën e sotshme do përmbyllim me këto fjalë kaq të qelluara, kaq të qarta, këto mesazhe që na dhe, po gjithsesi na lë pak se the gjenerata e fundit që do mirësh me ta, po gjithsesi do e lë për një bisedë në 2026 se do ju kem të ftuar përsëri, ë? Besoj që po do të falenderoj që na mundsoni që ti tregojmë këto sukseset dhe edhe ne pa ju nuk mundemi, se nëse ju nuk jeni që ti prezantoni këto sukseset, kush do i din. Edhe fal juve që na respektoni, na nderoni, na ftoni në promisione, besoj që meritoni një respekt madh shumë. Unë ju falenderoj shumë të dyve që keni gjetë kohë dhe mundësi, e di që edhe fundi vitit edhe po ashtu edhe vetë angazhimet që keni gjithë secili, sa do kujtoj ju pak ju kushtozojnë në kohë dhe mundësi, po ju falenderoj edhe një herë dhe uroj që patjetër të ritakohemi edhe vitin e ardhshëm për të biseduar mbi sukseset e tjera. Ju falenderoj shumë. Edhe ashtu të dashur, shpresoj që keni kaluar bukur me neve, si që shijova dhe unë këtë bisedë, duke ju përshëndetur për sot dhe po ashtu për këtë javë ne rishihemi sërish të hënën në të njëjtën kohë. Mirëmbëjtje.